Duhet me ju lehtësu njerëzive. Yesiru wala tu'assiru. Lehtësoni, mos e vështirësoni. Kur themi lehtësoni, ka edhe kjo kufi. Për shembull, një fillestar, njëri që nuk fal namaz, mund ta lehtësojmë. Ati ti thomë jo vëlla, vetëm farzin be fal. Fillojnë herë vetëm me farz. Në të hinë xhami, në të marrë abdes, në të bëjnë sejdë Allahut dhul xhelal, pastaj bjen rahmeti Allahut ai bëhet mashallah. Po në t'ja fillon herë. Ama jo ta lehtësojmë ti thon valla mirë, mund të jesh musliman i mirë, ama nuk është patjetër me u fal. E kjo nuk është patjetër me u fal, është ekstrem. Duhet me u fal, ama sa duhet me fal, sa ka mundsi ai. Kanë tregu njerëz të besueshëm se para një kohë një vëlla shqiptar joni, katolik, pas ka vendos ta pranoj islam. Ka vendos ta pranoj islamin, ju ka mbush mendja. Por në vend ta pyet një njeri të dishëm, ta gjej një hoxh, një imam, një njeri që një fejen, Allahu dhul xhelal thot fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni të dishmit për gjërat që nuk i dini. Çdo segment i jetës ka njerëz që e din, këtë e din ti, atë e din ai, atë tjetrin këtë e di unë, nuk do të thot hoxha i din krejt sende. As mjeku nuk i din. Të gjitha, edhe mjeku si mjek, ka specializu për një gjymtyr, ka specializu për synin. Apo, me shkuta vetish për zemrën, thë shkota i, qa është dituria jona, më kupton? Edhe, gjdo njoni ka nevoj të apyt dikon tjetër, fes'elu ehle dhikri, in kuntum la ta'lamun. Pyetni të dishmit për ata që si dini gjërat, edhe duhet ta gjeni atë, duhet ta gjeni njerin adekvat. Mirë, po për fat të keq, te një numër i madh i joni, kur është në pyetje shëndeti, ankon dikush për shëndetit, e kërkon një mjek, mëse një bedën një mjek të mirë, për këtë bedën një dhe ta gjej mjekun specialist. Kur është në pyetje të më bëjnë një ndërtesë, e kërkon një inxhinier, një mjeshtër, një projektant, që ta bëjnë mirë. Madje që edhe kerrin, kur ka nevojë ta çojë te mekaniku, nuk e çon te çdo kush. Cili është mekanik pak më duhet. Kur është në pyetje feja, nuk e kërkon atë. Po edhe ki falën 5 vata, s'din kia. Ki qetri po haxhi ka kombe edhe ki din. O vëlla, me plot respekt edhe haxhis, me plot respekt edhe atij që fal 5 kot namaz, po nuk don të thotë se ai të t'jape fetva. Dgjoj, ka dallim në mes këshillës, nasiha dhe fetfas. Fetfaja është diçka tjetër. Fetfaja përgjigja për çështje fetare ju takon të dishmive, a këshilla ju takon krejt musliman. Çdo njoni mund të këshillon as sa di, me fjalë të mira, me fjalë të urta. Edhe njeriu në fjalë e pyet njërin, thotë, çka bën ju në Ramazan? Ramazan. Falim 5 vakët namaz. Falim taravih 33 rekat. Falim namaz natë. Lexojm Kur'an. Japim sadaka. Japim zeqat, e tja kish grumblu, a di shka kish thonë, po e lo mbas Ramazan. Se kish pas mene ta pranu e fejën, në Ramazan. A më kia kish të bo, kish thonë, pra që kështu s'ma mërmendja, haj po e lo mbas Ramazan. E kjo dash ndryshe tja thotë, o vla, falin 5 kohë namaz, si ma mundish ma shumë farzet, u kri, agjerimin, fillohen herka, inshallah mundish, deri në fut, që ka farzet, namazin, agjerimin. Mandej teravit, sadakajet, leximi i Kuranit, ato hajratet, namazet e natës, mandej shkallë, te i thojnë arabisht tedrigjiyen, shkallë. Edhe fëmiu që është fëmijë, mbas të muajt, mbas të moshës, edhe ushqimet i ka. Kjo pako për 2 muaj, 3 muaj, kjo për 6 muaj, 1 vjet, kjo po nona e don shumë, se e don se ne dum shumë fejen. Ama duhet ta dim se sa bane, ai që don ta pranoj fetë. Edhe nona, ku ka nonë që se don fëmijën ta rritje më shumë, më shpejt. Tap një pjatë gullash atë. Hajde, pse po du ta bëjmë më shpejt. Nuk është adekvat. Duhet të dihet kush sa e bën dhe çka i bën mirë. Edhe ai që është fillestar në Islam i ka këto rregulla.